është proces shumë i gjatë. Momentin final mas ndonjë kurrë nuk është vështirë. Momentin final po gjithçka është e lehtë. Mirë, por është proces shumë i gjatë. Me Leon Abdullahun kemi provuar që shumë kohë me bisedu, duhet ta kuptojmë edhe atë që nuk ka qenë lehtë për të më vendos, edhe ka marrë kohë. Më herët ka qenë po ashtu pjesë e elitës së futbollit të Zvicrës, edhe ai, edhe Albiani, nuk e kanë pas lehtë për të marrë një vendim që të largohen nga kombëtarja e Zvicrës edhe të vinë të luajnë për kombëtarën e Kosovës. Mirë, po ditë mas dite, insistim mas insistimi, bisedë mas bisede, ata kanë arritë me e kuptu ku ata vërtet përkasin, kanë arritë me e kuptu çka ata vërtet ndjejnë. Dhe për ne në Federatën e Futbollit të Kosovës më e rëndësishme është ajo se çfarë një futbollist ndjen. Nëse një futbollist ndjen me plot mendjen dhe zemrën e tij, që përfaqësimin e vet më të mirë e ka në ekipin kombëtar të Kosovës, atë ne jemi më të lumtur në botë që t'ja japim një mundësi që të jetë pjesë e ekipit kombëtar të Kosovës. Me Leonin tash ka pas bisedime indirekte fillimisht, direkte më pas për kohë shumë të gjatë. Takimi i fundit para asaj vendoste ka qenë në qershor, kur presidenti Agim Ademi dhe drejtori Muharrem Saiti janë takuar me të në Zvicër. Çështja nuk është mbyll plotësisht, mirë, po Leoni pak a shumë ka treguar orientimin e vet, ndonse ka mbet e hapur deri në atë javën e fundit para grumbullimit. Javën e fundit para grumbullimit ka qenë hënë në mbrëmje kur ai ka marrë vendimin definitiv, cilin ja ka komentuar kryetari i Federatës Agim Ademi, edhe më pas kemi reaguar me shpejtësi të jashtëzakonshme për të përgatitur dokumentat, sepse njerëzit nuk e dinë, po ka goxha shumë procedura burokratike, ligjore që duhet të përgatiten që një futbollist më pas të jetë i gatshëm për ta ndruar ekipin kombëtar, edhe ato kanë njerë lypin shumë kohë. Kemi reaguar shumë shpejt, ka arritur me u plotësu dokumentacioni, normalisht ka ndiku ka pak edhe Fisi, Aslani, edhe te Leoni, më pas edhe te Albiani, edhe në momentin që Leoni ka vendosur të vijë dhe kemi si të themi përfundu procedurat me të. Jo mbo 2 tani te Albioni. Atë weekend kemi qenë me kryetarin Ademin Hoffenheim, jemi taku edhe me Albionin. As Albioni nuk e ka dhënë përgjigjen definitive atë ditë, po ka qenë qartë që rruga veç ka nis. Duhet me përmend edhe rolin e babait të tij këtu, që ka qenë goxha insistues se Albioni të zgjedh vi për Kosovën, pra pas kemi thënë gjatë tërë kohës, na po i përgatisim dokumentet, e më pas e shohim se cili do të jetë vendimi, edhe na veç filluan procedurat e përgatitjes pajisjes me pasaportë, kërkesës në Federatë Zvicrës për një listë ndeshjeve, detaje tjera që janë në aspektin legal, edhe dokumentacioni u përgatit, më pas erdhi vendimi final edhe i Albionit, normal që këtu do të pastaj. Albioni me Leonin kanë qenë shok shumë të mirë gjatë këtij kohës edhe më herët, ndonse së fundi njerëz që kanë pa duke luajtur në 2 klube të ndryshme në Zvicër në ekipin senior, pa Albionin të kaluarën ka qenë pjesë edhe grup moshave të Bazellit, edhe të Juventusit, e në Basel kanë qenë afër me Leonin. Po bile me Juventus që ka pasur fotografinë me Cristiano Ronaldo dorën zamë, çat periudhë ka qenë. Kanë kriju shoqëri të mirë dhe më pas ka qenë gjithçka më e thjeshtë edhe për të. Po mendoj këtë muajin e fundit ndërmjet shtatorit edhe tetorit me marrë